Nike Explorer, po ju bëj një përshëndetje nga Madakastra. Miqtë e mi, isha lart te qyteti vjetër antik Bylis. Sa arrita te lart, po bëhet disa filmime rreth qytetit të vjetër antik. Dhe në këtë moment më vjen dy persona, po njëri thotë jam arkeolog dhe tjetri shërben po aty. Dhe atë lartë që vendosë një barake, ku do të presin biletën që të shysh brenda. Pra unë isha jashtë teritorit për të prerë biletën. Dhe i thash, unë po filmoj jashtë, nuk po filmoj brenda teritorit. Jo tha, nuk e të drejtë filmosh jashtë. Ti prit biletën dhe pastaj filmoj sa të duash. Ky që tha jam arkeolog, po i them dy fjalë. Shqipëria jonë nuk ka arkeolog. Sepse